politik duhet lënë gjithmonë hapësirën e komunikimit. Po unë besoj që nga diskutimet edhe nga retorika e cila po komunikohet, disi nuk po shkon në frymën e një personaliteti unifikues tashmë. Se zyra e presidentit e presidentes është zyre e cila gjithmonë ka kërkuar edhe kërkon atë rolin e një personi unifikues dhe po shkon në kundërshtim me ato vlera që zonja Osmani munduaj t'i promovonte deri në momentin kur pretendonte edhe një mandat të dy. Sa ishte ende në zyre. Kur thoshte se të gjithë më duan, veç vetëvendosja nuk po don të më propozoj. Ndërsa tash po dalin shumë fragmentime, po referohet disa situatave të cilat kanë sjell më shumë ndoshta po e sjellin ose po ja rrithejnë. Jo të them të drejtën është doan nga përvoja ime politike, unë them se në politik duhet lënë gjithmonë hapësirën e komunikimit, në veçanti në mes të partive shqiptare, të cilat kanë pjesëmarrje parlamentare dhe të cilat është e domosdoshme të paktën të komunikojmë edhe për gjërat që nuk pajtohemi. Do të thotë komunikimi dhe dialogimi nuk kanë alternativë në gjuhën parlamentare.